Do të shkëputem nga kjo bised me Fatmirin, duke uruar më të mirët për ditën e nesërme dhe për të patur pikërisht një bised për sa i përket artit edhe kulturës. Në këto momente do të lidhe me Brunilda Pelivanin, piktore dhe organizatore e ekspozitës, të cilët kanë mbledhur fëmijët dhe jo vetëm, po edhe 400 piktura me mesazhe shumë të veçanta në Pallatin e Kulturës në Krujë. Mirë se vjen, Brunilda. Mirë se u gjeta, mirë mbrëma, faleminderit. Sa shumë në një plan, kisha shumë kohë që nuk shikoja në një plan në një... Tu janë vetëm një pjesë. Vetë në një video call. Kam 100% të gjithë prezent, tu janë vetëm një pjesë e nxënësve dhe pjesëmarrësve. Çfarë moshe kanë patur pjesëmarrësit? Fillon nga mosha 5 vjeç deri në moshën 20, 21 vjeç. A vërtet? Ka edhe 5 vjeçarë që kanë pikturuar? Po. Çfarë pikture kanë sjellë 5 vjeçarët? Piktura të ndryshme, bazuar në tematika të ndryshme. Okej, pra me tematika të ndryshme. A ka patur një temë të përbashkët, ndoshta për disa të rinj, apo të gjithëve u është lënë një dorë e lirë kreative? Jo, ka qenë një tematikë e lirë për gjithë. Nuk është se i është vendosur një temë edhe të gjithë kanë qenë të lirë për të realizuar atë që kanë brenda shpirtit të tyre. Tani unë kur e lexova 400 piktura, për thënë vërtetë më duk pak shumë. 400 piktura. Janë. Edhe ne vetë nuk ishim të përgatitur që do kishte kaq shumë piktura në momentin që organizum dhe realizum gjithë këtë ekspozitë. Domethënë, në momentin që i vendosëm, na u desh që të rihapim një ambient tjetër për t'i vendosur, sepse ishim pa përgatitur dhe unë vetë që i kisha parë dhe i kisha ndjekur nxënësit e mi, realisht, kur u mblodhen të gjitha këtu, shtanga në një moment se ishin më shumë se sa që kisha imagjinuar, po janë 400 dhe mund t'jenë edhe më shumë se aq. Kush është më i madhi në videon që kemi bashkë? Më i madhi është Anisa, Kamela, të cilat mund të flasin dhe mund të japin... Anisa dhe Kamela, që i përshëndes. Edhe ato janë... Po, janë të gjithë fëmijët, të gjithë të rinjt dhe fëmijët janë të Krujës, apo ka dashur ndonjë për shkakun të Krujës, që ka rrethit të Krujës, ku Shkruja dhe këto po, patjetër. Edhe rrethit sa do të qëndrojë e hapur kjo si ekspozitë? Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri në fund të dhjetorit. Do të ketë një konkurs mes kësaj ekspozite apo asgjë? Jo, konkurs për momentin nuk kemi lënë, sepse figurat që ne kemi vendosur janë të gjitha, nuk kam dashur ta trajtoj si të tillë. Kam dashur që secilit ndihet mirë dhe secila pikturë konsiderohet si e mirë, domethënë një ekspozitë që këto të motivohen, të kenë mundësinë dhe t'i shohin njerëzit e tjerë. T'i shohin dhe të tjerë. Ka vizitor, ka turist që kanë ardhur t'i shohin pikturat? Ka. Po ndonjë që ka patur dëshirë ta blejë një pikturë? Tani, themi të vërtetën, kush turist vjen edhe turistat janë pak kursimtar, kështu që nuk është me atë idenë për të blerë, kështu që... Okej, dhe me krutanët që janë krutanët kur vjen puna tek biznesi, nuk të tolerojnë. Nuk të tolerojnë fare. Janë kursimtarët ata turistët. Po, kush është më i vogli ose më e vogla që ka sjell pikturën? Kam të gocat e vogla këtu. Rajna, Arja, Ema, Amelia që është këtu pas meje. Shumë bukur. Çfarë do më thonë për shembull mua për çfarë bëjnë ata? Kush do të bëhet për shembull piktor, piktore? Ka ndonjë dëshirë që nuk flet askush. Janë pak të turpshëm. Jo, po ma bëjnë me gisht, është një aty që thotë, kjo do të bëhet piktore. Kush është aty që po e bën me dorë? Emën e kemi një të talentuar, Rajnan po ashtu, të gjithë fëmijët janë të talentuar, të them të vërtetë. Kështu që Ola, kush ishte Ola më the? Jo, Kamela? Jola, po. Jolën e kemi këtu pas. Edhe Jola është aty pas. Të lutem, më thonin çik një herë, më bëj një prezantim të fëmijëve që dhe unë t'i kuptoj, mos bëhem edhe unë kështu lëmsh
dëshirën. Aj sa mundesh, se di që janë shumë atë. Amelia, Vanessa, Sa vjeç? Edhe mosha, paka shumë mosha, a? A mund të prezantohen, ta bëjmë shumë më mirë, mund të Pa tjetër, le ta bëjnë vetë, po. Po, se nuk e ke fajin ti këtu, po, po. Okej. Do prezantohesh, të lutem? Thuaj emrin tënd. Unë jam Rajna. Rajna Hoxha, dhe sa vjeç je? Unë jam 6 vjeçë. Rajna 6 vjeç, okej. Ema? Ema Subashi, 7 vjeçë. Ema do të të bëj piktore, më duket. Aha, Po. aha, 6 vjeçë. Ema dhe Arja janë 2 motra. aha, aha. Tjetër? Okej. Kush është aty? 14 vjeçë. 14 vjeç, po. Kush? Kesi Dorina, 14 vjeçë. 14 vjeç, po këtu kalojmë tek atë. O sa shumë që pas ke marr, ti pas ke futur Janë vetëm gjithë. një pjesë. Po mirë, dakor. Ka qenë diku te 75 Aha. pjesëmarrës, kështu që Aha. kemi Po, vetëm një pjesë tonë. po, pjesa tjetër, ku ndaloj prezantimi që ti kem që të gjithë? Nisa, të lutem, vazhdo. Unë jam si që zyshë kështu me madhe e grupit, dhe Po. shumë Anisa Elesi, Anisa, okej. Sa vjeç është Anisa? një zëdënja. 21 vjeç. Okej. Sa piktura ka çuar Anisa? Ka sjellën Anisa në këtë ekspozit? 8 piktura. 8 piktura. 8 piktura. Ndjesë, do më duhet në njëherë që të përsëris diçka, sepse nuk ju dëgjohet gjithë dhe mirë. Vazhdoj me pjesën tjetër. Djemë që kanë nga pas, ose dhe vajzat këtu nga mbrapa, kush të ketë dëshirë. Enrit në foja, 13 vjeçë. 13 vjeç, okej. Alsi Berhami, 12 vjeçë. Olsi, 12 vjeç, Erion. po. Erion Bardhi, 17 vjeç. Erionit nuk ja kumtova moshën, po. 17. 17, po. 10 vjeçë. Joana, po. Levi, Livi Bami, 10 vjeçë. po. Kevi, 10 Argisa, vjeç. lutem. 15 vjeçë. Aha. Ema Seri, 10 vjeçë. 11, po. Kemi dhe goca tu mbrapa që mund të prezantohen. Po. Amelia Vranesi, 9 vjeçë. Aha, Amelia, 14 vjeçë. 14 vjeç. Eriola Deliu, 14 vjeçë. Dajma Deliu, 11 vjeçë. Shumë bukur. Pra, të gjithë jeni, tani të gjithë njihen me njëri tjetrin, se sigurisht shkrutan, kruja nuk, po flas, kjo është kruja e qyteti, po, rrethi që po më thoshte edhe Brunilda, është më shumë, është më i gjerë. Disa edhe janë njohur aty, pra janë bërë edhe miq aty, besoj Brunilda. Po, patjetër. Po. Kanë krijuar një miqësi sikur të jenë të një familje, le të themi. Ne Kjo vetë jemi një familje. Po talente të tjera kanë fëmijët aty, Brunilda? Po. Jola këndon. Aha. Dajna Jola, po ashtu. po. Tjetër? Dikush për shkakun që reciton, dikush që këndon tjetër. Damela këndon po ashtu. Aha. Edhe Arionela po ashtu. Domethënë, talentet i kanë përfshirë atë kjo pjesa e artit më së shumti. E kuptoj. Pra tek pjesa e artit janë që të gjithë. Po me matematikën kush është mirë? Me matematikën janë që të gjithë, Me matematikën janë që të gjithë. Mirë, unë dua që të na bëj një përshëndetje këto që janë më të voglat e grupit, se ato e kanë më shumë e dëshirë, një gjë që duhet që ta thonë, që ta recitojnë, që të na këndojnë, një gjë që e kanë mësuar tani me që jemi afër festave. Rajna më fal, se më shpëtoj dhe harrova. Rajna është një vajzë që ka shumë talent në muzikë edhe din të këndoj shumë mirë. Kështu që le të na këndoj Rajna si të një këngë, çfarë do duash ti, të lutem edhe mund ta këndosh. Rajna. Prik dhe të lutem. Gëzuar. Gëzuar. Vetëm gëzuar. Shumë mirë. Një duar trokitje një herë për një duar trokitje për Rajnën. Një duar trokitje gjithë grupit. A pra, hiqini pak emocione tani, se të gjithë kanë emocione. Realisht Rajna është shumë e talentuar dhe Mirë, Ema, le ta provoj Ema. Le ta provoj Ema. Ema, të na këndosh një këngë? Nuk di. Nuk di të këndosh. Po vajza tjetër ngjitur me Emën? As ajo s'di, as të këndoj, as të recitoj?
Vetëm pikturojnë, ë? Rajna, do na e këndosh një këngë të lutem. Okej. Rajna është gati. Okej, mirë Rajna, po, gati jam. E zgjodhe? Po, drejtohu te kamera këtu dhe mund ta këndosh një këngë çfarë të duhet. Po na pret, baba që shi po na pret, po është të mos leta nuk ka qet. Shkoj në sot, lidhemi, shkoj në sot, kemi me dëshira mbushim plot. Gëzuar, shkruaj e dëshira që ti ke. Gëzuar, po na vjen, viti ri me dashuri na vjen. Bravo Rajna, të lumt një duar trokitje për këngën që ka zgjedhur. Dikush tjetër që ka me dëshirë, ka gjithë hapësirën mediatike që do t'i jap unë tani në këto momente që t'na bëj na sjell diçka tjetër. Ka dikush një dëshirë? Jo. Rajna apo Jola? Nuk kanë dëshirë. Mirë, ju falenderoj shumë që ju pata. Faleminderit shumë Brunilda. Kënaqësi që ju pata sot, edhe një falenderim për të gjithë fëmijët e rrethit të Krujës, po për gjithë kryetarët që unë i kam shumë për zemër si gjithmonë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ju falenderoj shumë. Ishte kënaqësi e madhe. Kënaqësi gjithashtu edhe për mua që folja pak për art edhe për këto 400 piktura të cilat janë Pallatin e Kulturës dhe mund të shkoni dhe të vizitoni atje. Faleminderit që qëndruat në Kohë Reale edhe për ditën e sotme. Bashkë takohemi të hënën. Po, unë mbyll dhe data 12 dhe kjo e premte. Miropafshim.